me dha mbasdore ideja që çdo aspekt të jetës e kemi ne në dorë, si kur drejtojnë automobilin e nuk dajnë timonin askush tjetër përveç ne që jemi atje me patentë dhe drejtojmë automjetin tonë. Po jeta nuk ka si esti një automjet. Jeta është diçka më tepër se një automjet. Edhe jemi gjithmonë në shkollë e drejtimit, sepse ai që drejton zbulojnë që është dikush tjetër. Jo për me qenë pasiv, por me qenë vlerëzuar, sepse ai drejton së bashku me ne si ai instruktor, e keni bashkë është afër nesh, por ai e ka disa pedalet në mënyrë që e korrigjon ecjen tonë sipas nevojë ku jemi në rrezik. Atëherë jemi duke drejtuar së bashku e ai na drejton në mënyrë e duhur, por nëse ne përjashtojmë jetën tonë çdo ndërmarrje, çdo ndërhyrje jashtë, sidomos ana shpirtërore, atëherë ne pengoj një vepër të tillë. Obsesionin tonë shpesh është me futë nën kontroll çdo gjë. Qa në ndodh, qa pa, si shkon, punë, ekonomi, shtëpinë, armën, kalume, ndoshta edhe personat, kjo është edhe më e keqe. Kontrolluar edhe personat që kemi rreth. Ndoshta e quajnë dashuria. Ka dashuri. Jezusi nuk vepron ashtu me ne.